ma jep dorën, në atë moment e mbyll si temë. Momentin që ti e hap, para tjerëve, kur veç unë dhe ti ta kam sharu, do të që ti tonë me përdorë. Jo, u hap ke koltuku. Më pyetën, ke koltuku? Jo, më pyetën, ke koltuku? Ke koltuku u binda. Kjo e lam këtëne. Kur më the dhe koltukun, jo, kur më the dhe koltukun, kur më the dhe tlakmen e krevatit, aty u habita. Nuk më vjen ma me sharu gjana me ty, se për desa me sharu ta jap dorën, ti ma jap dorën, edhe qish bëjmë hajgari himrena, ti taj e nëzirë prapë me përdorë para tjerë, për me bëmë me dalë ketë, atëherë ti veç vetën e të regonë. Po shka që më leta të regojnë vetën, shke ma le mund këtë pjesë, mos ki me rakti, shke. Po jo, nuk në vetën do po të regojnë. Nuk është fair, a kupton, për desa ti jap dorë, edhe mos duket fair që ti me u lak dyshegu të duket normale. Asnjëherë janë videot asnjëherë s'kam thënë. Po videot duke, po hapi. Asnjëherë s'kam thënë duket normale. Kam dashur me thënë në fund që nuk jam dakord me nuk mund të ketë një pasojë pa shkak, o Brikena, nuk ka një pasojë pa shkak. Më trego shkaku, pastaj dalëm ke pasoja. Tash ka provokime të lehta, do të ketë provokime dhe matrona. Po absolutisht po. Po normale, unë veç tash. Po do ta vlerësosh faktin që po ta them, se mund mos ta them fare. Ç'a mendoj? Provokimi është gjë normale. Mund sillen normal, unë mund sillen dhe normal me ty dhe s'ta them fare çfarë mendoj. Pjesë e lojës kam. Po s'po të provokoj. Me këtë fjali nuk e perceptoj që Kristi është mirë. Unë kam thënë edhe pas se ma pyeti, kam shku në banjo, ka qenë Kristi. Mos më intereson Kristi, më intereson çështja jote këtë situata. Edhe unë kam thënë. Më intereson çështja jote këtë situata, jo Kristi. Nuk jam dakord me lojën tani, kam thënë Kristi në fytyrja kam thënë. Po edhe unë po të them pa me leja, ta themi gjën tani. Po që unë thash që provokimi është gjë normale, jemi me një lojë, edhe ata them diçka. Unë nuk kam problem me Kristin, kam problem me qasjen tënde në lagin e dyshepit. Ne mund të gaboj vëlla, më le të gaboj, du me gabu, du me më nuk gaboj. Po shumë ta gëzosh në rregull, mbaj, atëherë mos sekondosh atë. atë. Me lojën e dyave, Thuj sorry, bona gabim dhe kaq. Ç'ke? Bona gabim, gabim është me një mirë, edhe nëse është gabim, unë i paguaj pasojat. S'do i paguash ti pasojat e mia, as askush tjetër. Jo, ne pagujmë gabimet e njëri tjetrit. Pasojat e mia i paguaj vet. Ne pagujmë gabimet e njëri tjetrit. Ti dërm fjalën e fundit me ta thënë të parë, nuk më pëlqen loja, seriozisht nuk pëlqen loja Kristit. Ta thash në fund, kaç. Okej. Quhet. Jo, faleminderit. Jo. Vazhdon pyetja.